ky moment, me thënë drejton, duhet jemi sinqert, më kujtoi shumë vujtje të padrejta që kam kaluar në jetë dhe që gjithmonë jam përpjek të mos i llogaris dhe edhe kur kam qenë e rënduar, kam bërë gjithmonë njeriun e lumtur. Ajo i di këto, e ka ndjekur jetën time, ka gjetë mënyra për ta ndjek jetën time dhe e di që unë jam vetëm, kujton se prap jam vetëm, po mbas kësaj ferme unë besoj se s'jam më vetëm. Ju di shumë. Personazhi im gjithmonë ka qenë i çuditshëm, i dyshueshëm, me ato egzagerimet që unë i kam bërë për të vënë edhe një lloj mjegulle rreth vetes për të mos u parë ajo pjesa ime e pambrojtur, por fal Zotit edhe Shqipërisë edhe fatit, deri tani ja kam dalë. Po mbas kësaj ferme kam shumë më të lehtë për t'ja dalë se tash njerëzit më njohin, më kanë parë se si jam.